Në gjithmonë me që e nisi dhe kryetari i grupit parlamentar me këto ulljet, si duke i kishte mendoj për ulljet e kohës që ne flasim, sepse ju vërtet në thoni ne që hajde ta shikojmë rregulloren, po ndërkohë gjithë rregulloria gjatë gjithë kohës është si të uli kohën e deputetëve në përgjithësi për të folur, se u mërzitën kolegët e rinj që ne flasim nga 10 minuta, si të heqim kontrolin e parlamentarët te ku duhesh, dhe si organet kushtetuese mos flasim me këtu pa i dhatë ju leje tek konferenca kryetarëve. Dhe e dyta pra për procedurë, a keni numrin e telefonit t'i thris njëherë asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo, dhe na kishte nxjerr video dihet që në Europa, por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në për spitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në Lushnjë. Prap nuk hyet në Europë kur nuk ka eko në Lushnjë për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i çojmë fjera, po na dalin lushnjarë gjithë fjerak. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blic, se nuk merret vesh çfarë është Europë apo çfarë mund të jetë. Nuk merret vesh kur nuk ka ashensor për të ngjitur maternitet ka 3 lindin gratë shkallëve. Nuk ka ashensor te pediatria ku urgjenca pediatrisë ka 4. Burre grua bëjnë me radhë në 2 kate se japin shpirt rrugës. Llamba jo. Pra edhe me listën e medikamenteve që pres t'ja them shumë kur t'i vi gati interpelanca. Kështu që nuk hyet në Europë vetëm se ka vënë. Faleminderit. Mos e vazhdojmë diskutimin, ju lutem, për rregulloren, sepse ka një këshill për rregulloren, ka filluar punën, ju jeni te këshilli, po mos i sillni këtu diskutimet e këshillit, të cilat sapo kanë filluar. Ka një propozim, çdo deputet ka të drejtë të propozojë ndryshime rregullore. Zoti Koreshi, ju dëgjuam. Ju dëgjuam, të gjithëve ju dëgjuam. Pse duhet të mbivendoseni mbi fjalën e të tjerëve? Kushdo qoftë kolegu. Zoti Koreshi. Zoti Mile, ju lutem. Nuk e dëgjoj pra se po flisja dhe mendoj që kur flet një koleg të dëgjojnë të tjerët. Diskutimet në Këshillin e Rregullores sapo kanë filluar dhe do të marrin kohën e tyre. Do të mblidhemi disa herë derisa të shkojmë te raporti që do t'i paraqitet seancës. Por ju lutem, nëse çdo deputet merr një projekt vendim një propozim që nuk i pëlqen, e sjell në seancë, bën politik, edhe vetëm sa e tensionon procesin, kjo nuk na ndihmon. Ka një propozim nga një deputet apo një grup deputetësh për kohën e diskutimit. Ky është thjesht një propozim, ta diskutojmë atje, mund mos vendoset fare. Mund të bëj sens, mund mos bëj fare sens. Po ju lutem tani mos e mbajmë peng seancën për çështje të cilat i takojnë forumeve të tjera për të diskutuar derisa të vinë në seancë. Zoti Likaj, ju lutem për procedurë. Sigurisht. Faleminderit kryetar. Mora shkas të them 2-3 fjalë unë sot, kur në kryet herës po diskutohet për fermerin, për bujqësinë, në vërtet është që... Pra se as ju nuk e keni për procedurë. E vërtet është, lutem. Procedura ka. Kjo është çështje procedure dhe procedurë shumë e rëndësishme. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Mendoj unë. Por nuk është çështje procedure. Lutem mos më ndjej. Zoti kryetar. Ndjes, do ta merrni kohën tuaj se vetëm ju jeni tani dhe zoti Axhinasto dhe e mbyllim. Dhe do të vijojmë erën e ditës. Kështu që përderisa shkuam 2 orë ku nuk dëgjuam asnjë fjalë për procedurë dhe përsëri e morën hapësirën, do flisni edhe ju. Po ju lutem të mbajnë shënim të gjithë deputetët se si përfundon seanca kur thjesht mbyllet njëri sy për rregulloren dhe procedurën. Ja kjo është ajo çështja që ju, nëse unë zbatoj rregulloren, ju e quani i pret fjalën opozitës apo majorancës. Jam i detyruar të respektoj rregulloren, ta ushtroj rregulloren. Urdhro? Po si për shembull? A pse e shkela? Edhe këtë do ta mbajmë shënim. Do ta mbajmë shënim, zoti. Në rregull.
Do ta kemi parasysh herë tjetër. Zoti Likaj. Faleminderit. Atëherë, si antar i Komisionit Bujqësisë, besoj që jam më mbrani çështjeve se çdo pjesë tjetër ose çdo deputet, si kundër, çdo deputet është më interesuar për zonën e vet, është më interesuar se si realisht shpërndahen të fonte, edhe sa realisht shkojnë të fonte drejt për drejt të fermeri. Unë mund të them që faktikisht nuk dua të replikoj me ministrin, aty është ngrit një sistem, jo thjesht të Ministria e Bujqësisë, çdo ministri ka ngrit këtë sistem që edhe vetë drejtuesit e ministrive nuk e kuptojnë atë sistem. Ti një binu për këtë. Vetëm në atë sistem funksionon në mbyllje të çdo procedure, në mbyllje të çdo fonti, leket, siç e thot shumë herë edhe kolegu im, shkojnë në drejtim të paditur. Si mundet sot me 50 milion euro, thoni për bujqësinë, ku shkojnë të 50 milion euro? Kush fermer përfiton? Kush janë ata fermerë si përfitojnë sot? Zero. Zoti Minister, unë të bëj thirrje ty drejt për drejt, si antari atij komisioni, bashkë me antarët e komisionit, të shkojmë, siç e thatë edhe ju, në përqarqe, fermerët t'i bien vetë aty fermerët, edhe do t'i nigjoni fermerët vetë, se çfarë do thonë. Por unë nuk mund të pranoj kurrë, si ju të bani një tur në përqarqe ose në përbashki, kryetarët e bashkive, të ftojnë disa njerëz aty, thjesht vetëm sa për fasadë, dhe nuk flet fare asnjëri. Pastaj ne themi që bujqësia po ecë, bujqësia po lulëzon, kur në një kohë është në ditët më të vështira. Po nëse unë marr malin e Zisë e kam qenë aty. E dini ju, zoti minister, se sa subvencionime edhe sa është karburanti sot për fermerët në malin e Zi? E dini ju, zoti minister, sa është sot karburanti për fermerët në Kosovë apo në Maqedoni? Këto janë gjërat konkrete. Po nëse sot thoni, kena hek subvencionimin për karburantin, keni drejt, absolutisht po. A dikur do rikthehet kjo, të nderuar koleg? Mas disa muajsh. Pse? Po afrohet 2027. Do rikthejmë skemën prap edhe do shkojmë te çështja e votave. Kjo është e vërteta. Edhe kjo e vërtet nuk mund të mohohet nga ju. Ndaj them që në këtë situatë ku jemi ne, duhet jeni shumë ma konkret, ma real, edhe në mënyrë të veçantë, zoti kryetare, kam për ty drejt për drejt, qofse ne marrim fjalën për procedurë, të gjithë diskutantët tu, mi 50% kohës u ke ndërhyjtje dhe ke marrë. Nuk e kuptova, po s'ka problem. Zoti ministër ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryetar. Unë kam qenë në të gjithë takimet në 61 bashkit e Shqipërisë, edhe në bashkinë që ju përfaqësoni bashkë me kryetarin dhe fermerët e zonës tuaj, kam qenë në takim, në diskutim, në sugjerimet e tyre dhe kemi marrë të gjithë ato shqetësime reale dhe i kemi parafruar në skemën e rekombëtare. Unë do të jem përsëri në zonën tuaj dhe në gjithë Shqipërinë për të shpjeguar skemën, për diskutuar me fermerët për problematikat e tjera dhe për t'i thënë që jem pjesë e paketës tonë kombëtare që ne mbështesim nga ana e buxhetit shtetit. Por dua të them që në skemën kombëtare në vitin e kaluar kanë përfituar mbi 65.000 fermerë. Pra është një shifër që edhe nëse doni në zonën që cili u përfaqësoni, të kalojmë në një numër, nëse ju e doni, e paraqesim edhe numrin i cilin kanë përfituar në zonën tuaj, por edhe në gjithë Shqipërinë që është një numër shumë i lartë ndaj fermerëve të përfituar. Prandaj ne jemi në terren, së bashku ju mund të vini kur unë të jem pjesë atje. Ju kemi bërë thirrje, ju kemi bërë dhe Komisionit të Bujqësisë me shkresë zyrtare për të qenë pjesë e takimeve tona në mënyrë që ju të merrni pjesë. Nuk keni qenë, ju mendoj që nëse në takimin e radhës do dëshironi të vini të diskutoni apo të merrni pjesë në takimet që ne do të bëjmë me fermerët e zonës tuaj, jeni të ftuar të merrni pjesë. Faleminderit. Faleminderit.
Forsi fundi, zoti Agjenasto, dhe vjojmë me rendin e ditës. Faleminderit i nderuar kryetar. E para, grupi parlamentari Partisë Lirisë ka bërë një kërkesë për seancë dëgjimore me Ministrin e Bujqësisë për çështjen e bllokimit të fondeve IPARD. Ju keni kthyer përgjigje se kjo është një çështje në hetim, po ne kërkojmë të arrijë vlerësoni, pasi sigurisht pyetjet mund të jenë jashtë atyre që mund të jenë si të klasifikuara për procesin hetimor. E dyta, duhet t'ju them ju dhe gjithë kolegëve që ka një ndjeshmëri në rritje të Bashkimit Evropian për mënyrën se si funksionon ky parlament. Janë shumë të kujdesshëm për praktikën e funksionimit të tij, por edhe për ligjet të cilat kalohen dhe reagimi për ligjin për portet turistike e vërteton këtë. Unë do ju bëja thirrje kolegëve propozues të akteve ligjore që vijnë këtë parlament, të jenë shumë të kujdesshëm me referencat që bëjnë ndaj legjislacionit evropian, pasi këtu po kalojnë shumë ligje dhe kanë kaluar shumë ligje dhe do të kalojnë shumë ligje, të cilat referohen si kërkesë nga Bashkimi Evropian apo si përputhje me aktet me akit komunitare. Kështu që nuk është e tepër të përmend ligjin për portet turistike që kaloi, nuk është e tepër të përmend ligjin për barazinë gjinore që u referuar si kërkesë e Bashkimit Evropian, apo dhe ligji për shtetësinë, i cili filloi të trajtohet në parlament, një ligj shumë problematik për atë që parashikon që të ketë, në gjykimin tim, është një shqyrje e derës për ata që duan të hyjnë dhe të marrin shtetësinë shqiptare. Kështu që mendoj që gjitha këtë çështje kanë relevancën dhe rëndësinë e tyre, edhe në aspektin procedural, por edhe në aspektin më të gjerë të funksionimit të këtij parlamenti. Faleminderit. Faleminderit. Vjojmë me pikën e tretë të ditës, interpelancë urgjente me Ministrin e Mbrojtjes, zotin Ermal Nufi, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 Kushtetutës, nenin 97 Rregullores. Për shkaq objektive raportohet që për shkak të një angazhimi zyrtar jashtë shtetit, ministri Nufi nuk ka patur mundësi të jeti i pranishëm në kohën në seancë. Zonja ministre, ka një shpjegim? Zonja Ismaili. Po, kryetar, faleminderit. Lidhur me interpelancën urgjente me Ministrin e Mbrojtjes zotin Ermal Nufi, për arsye objektive, për shkak të një angazhimi zyrtar jashtë shtetit të ministrit Nufi, ka pa mundësim për të ardhur, pavarësisht që ka pas marrë gjitha masat për të qenë në seancë, për shkak të një ndryshimi të orarit të fluturimit, është e pamundur që të arrijë në seancë sot, prandaj me gjithë mirëkuptimin lidhur me rastin, do të kërkonim që kjo interpelancë të shtyhet në seancën e radhës. Në pamundësi të zhvillimit për shkak të mungesës të ministrit Nufi, kjo interpelancë do të shtyhet për seancën e radhës. Pika tjetër, pika e 4, interpelancë urgjente me ministrin e Arsimit zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga një grup deputetësh grup parlamentar Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 Kushtetutës dhe nenin 97 Rregullores. Ministri e Arsimit zonja Mirela Kumbaro Furxhi ka konfirmuar se ka të pamundur të jetë prezente sot në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Zonja Ministra. Lidhur me kërkesën për këtë interpelancë, në fakt Ministri i Arsimit, zonja Mirela Kumbaro, ka konfirmuar se ka të pamundur të jetë prezente sot, si pasojë e agjendës së diktuar dhe të planifikuar më parë, si më poshtë. Në këtë datë zhvillohet seanca finale e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe me të gjitha shkollat në vend dhe ministra duhet jetë e pranishme patjetër në këtë aktivitet si organizatore e aktivitetit dhe sërish sot zhvillohet vizita bilaterale e Ministrit të Arsimit të Kosovës, zotit Çeku, me ftesë të ministres Kumbaro. Theksojmë që të dy aktivitetet janë të planifikuara prej kohësh dhe do zhvillohen pra sot, dhe kjo interpelancë gjithashtu me mirëkuptimin tuaj do zhvillohet në seancën e radhës.